Ishte një takim i zakont në pamje të parë, por fjalët e saj më ngulitën thellë në mendje. Ul ngadalë pranë meje, me duar që i dridheshin lehtë dhe sytë që ruanin thellësisht kujtimet e një jete të përballur me stuhi. Kam kaluar shumë, më tha, me një zë që mezi i dilte nga thellësia e shpirtit. Lufta më rrëzoi, më mori gjithçka, por ende jam këtu. Në çdo fjalë të saj ndjehej pesha e dhimbjes, por dhe bukuria e mbijetesës së saj. Ishte emocionuar teksa fliste për të kaluarën, për ato kohë të errta kur zhurma e bombave mbulonte zërin e fëmijërisë së saj. Më tregoi se ishte martuar shumë e ri, me mësit. Ende një vajzë që s'dinte ç'është jeta dhe papritur ju desh të bëj grua, nën mbështetje, në një botë që nuk e kurseu fare. E ndërsa fliste, dukej sikur çdo fjalë vinte nga plagë të hapura, por me një forcë që vetëm një grua e bëri, nga një hekuri i dashurisë dhe dhimbjes mund ta mbajë. Fatimi Elshani, Prej cilit vend? pi Brëstovcit. Edhe sa vjet i ki? I kom 83. Edhe qysh je me shnet? Vallaj me shnoj qështu tash. Po më dhamin ka pak kom. Po të elhamdulillah do të më thënë. Apeta minja. Apet mirë. Po. Edhe kallëzava ta kam festu në herë ditëlindjen. Ditëlindjen e vallaj që tash vonë ja 2-3 herë. Se ja, në atëherë ku shfestoj këtë ditëlindje. S'kam festua? Ja, vallaj, tash të kur rritën djemë, tash i po. As fëmijëve as kërkon, atër koha kon. Tash si pa lejnë beba, ja festojnë. Edhe çfarë bevasie ta kam bo ty? Po në një farë, qështu një farë shëriti djemët. Knojshin, gjushin. Qysh e fritet e? Mirë. Kemi hek të një atëherë, na. Kemi hek me gjan shumë, me fush shumë, me punë shumë. Kush o marrë ke me to? Unë e zë e shpijës u mërshna. 5-6 lopë të mjellë. Po. Pa të më dhenë t'i hoqëm. Vnjesh shumë, më mjellë ke dohani, më së vnjesh të sani. Kemi hek për para. Tjetër çka keni bu ma për para? Çka ma men prej kur je ka në vogël? Ko jem ka në vogël, atëre. Kur mi ka në vogël, pi vëzhliz vëlla. Kemi punum sa kemi mund, se ma që kishëm pa. Punesh. A kur shumë. A ke shku në shkollë? Kom shku 2 vjetë e gjysë. Pse e veç 2 vjetë? A? Pse e veç 2 vjetë? Atëherë si qeshin qiket e për shkolla, s'na blishin libra plesht. Pse si kanë lanë me qurë në shkollë? Pa, se ishtë të ko që tash atëherë vinshin pipes, vinshin dhe atë kaftë, 2-3 profesorë, po kush do kemi mësu, o që kishin libra, s'kam mësu. Po, me 8 vjetë, e këshin shkollë, në që dhe mësojshin mirë. Çfarë kushte i keni pas në atë kohë? Të mira, ato shumë jo, po të mira, kemi pas kushtet. Çka man men prej luftës? A man men? Ai lufta më së njeftë, njëherë qilova 8.000. Sa vjet i ke pas? Po që tash lufta para luftës, të atëherë jëmë konë mare, tash 83 kom. Kësi lufta. Jana i ka dërnjoftë se erdhën atë shatin tonë. Të dullëm hade me ikë. Dullëm u vithan vëllavit jo, du me shku në Bërstofës, du më nëjë si kom thminë ati. Edhëm këtu hajtë ma disa dite, dullëm hade me dalë shku në Marcelinës. Nëjtëm ja 7 ditë, edhëm apeta në Bërstofës. Një rëthun. Imi ikë prapë, imi shku në malë, kemi nëjtë 7 ditë. Për 7 ditë e imi nisë, me shku rrugës të linjës me dalë, me shku të Krushë e Vogël. Kemi pas polici e ushtri. Isha me të kalëzu. Soj këtë që ka që këshin pas. Hajde, Klintonin e një darë të shajshin. Vish 2 maqen. Kanë maqen të njallën në Marcelinës. E i vrajtën një 2 djemë të rrisës shumë. Djallin e hasariti, 6.000 marë ka jaqiti dhe mëtën të dyrë të aborit. O zdalqëm të poshtë dhe shku të tyrë bja vogël.
në krushet vogël, vinshin tenkët, i kënë qita ta mitanët, ta dishton tarit që me dukat. Kosova, Serbi, piskat, Shingjoja, sa mushin me piskat. Që gjushin, sa mushin. Kër o bon pak para këshamet jenë lërë tash, e në kënë ma musha li, plëtët i mi musha autobusit i mi shku për Kukës. Tesha, policik, ushtar kënej, plët, dullëm të Kukës edhe shkum, dullëm nëse shkum, hinëm kasar me në Kukës, kish pas gjinë, plët, s'kishin kumerasët, plët i shkon gazeta, maskarlakes, se kënë shu, atë hotel që aty për me hi. Atëherë i mi dal nja për më shku për Tiranë. I mi dal aty, kish reja kunjatit një djallë të vogël 3 jave. Edhe një drejtori shkollës, e ka gjener një drejtori shkollës edhe i shtoft. Prandera, kur dullëm. Tha hajdi këjtë, tash ka i një shsata në zvyrit teme. Ja shku në ka bli samuna, e në ka bli shiqe, e kemi hangër bukë që aty. Edhe kemi lidhë beben, e kemi nëzëj edhe mi dalë. Për jashta, për më shku për Tiranë. E mi hypë në autobus, a i mi shku në Slarus. Atëre kemi nëjë që aty, një djali kunjatit ka ardhë pi Gjermanije, se kështë pas gjithë një banesë. Edhe i mi shku aty në banesë, shë me shku banesa, këjtë karaminka, e të zëjza. Edhe që aty në Slarus në dhanë bukë, edhe erda djali punjatit në qoj, shku ma ti, në iku me në shumë, këto Kosovën krejtë, shku ma ti. Kur pa thonë kërsiti këto kalli ta një shpija, kalli gjanë, që anë s'le, për mi tokë ma, vishë shkonë se ka zonë. Djemë kënë me të këto, 3 djemë kënë me të shpi. Qështu ta një hajtë ushtiru pak, dilë shumë. Folshta nga këtu në telefona, 50 marka për 1 sekundë mu marrë me shtaba, ka janë djemët. Ata sa mush, tani me të në gjuft, gjujnë atanë, gjujnë këtanë, djali vogël me të malë. Një për malë ka shku ka barnjaka, një ato ka tonë të nëjë, ka patacionet e sapnisht i shkon shku të vëllavjem në Rastkovës, edhe ati ta një gjuft të madhe, kanë me që një kënë dalë, a ka drinjë, a katolikta. S'lenë vendi, ma ku lenë vend. Atë djali muër në vezë, dikur të i ke kanë mytë, të lëshfa. Atë djali kërë a që të cu një traj, shkën shku, jo ofensiva e kanë, a shku djali katë se linja, dalë në barnjak, a në gjitë a shku në Rastkovë, se ka marrë ndavin e vetë. E në dalje një ardhë. Këtu, një prej malit, tani, lja me traktora me kajtë, veç i mi dalë gjinja gjallë që shtu. Najtëm 3 mujtit, erdhëm këtu, më thështa një shpibe me lëq me maru, se të dalëm vend tonë. Edhe dullim erdhëm këtu, kishin kallë kajtë, që kanë gjithë me shpia, me tesha, me kajtë, ja 4 ljop, një kishin pas prej. Edhe qështu, me hjek, me vujt, me gjujt një. Ku keni jetu mas luftës? Mas luftëm janë shpitonë. 3 muj najtëm Shqipni edhe, thanë Shqipjetës dëshin me të majtë pa shumë. E atëm këtu, shkrum, kajtë një kanë bërë, sajnë. Sa keni mujt mja dalë me këto kushte mas luftën? Mas lufte pak në një me një dhani, pata dhe djemë të Gjermani, dhe qërisha dhe qëremi dhe dhe sena. Kështë do jetë, a vinshin të gazetarë veçin, qëshën, kajtë shëmbe pa, kajtë akallë, kajtë s'ka me gjanë. Shkiti kishëm nga, hoqën e madhe. Sa vjetë i ke pas kur je martu? I kom pas 16 vjetë. 16 vjetë. 16 vjetë. Kush ke mësiti? Mi syti doja, atëherë këqysh e një shimë rajnë, ku i ki doj, qëfar ka tunë, qëfar sene. Po edhe këtu i rëda mirë, që edhe familja mirë, këtu edhe ati, me kërë mi orë, me kërë të kështë. Me kërë të kështë, Po, vëllaj, atëherë ma mirë si tash. Pse? Ma qëtësi, ma mirë tash, që aty për dashuron, që aty pa dohët, që aty pa shohët, që aty ku të ka dhënë baba njona, ke shku njën se... Pse po dohen tash?
Po shapa di, shumë dashuria me bojnë. Edhe, a ka pas ndamje ma përpara në atë kohë? Vallaj, ka pat vishë rallë. Rallë, si që tasha. Kur pa në qika filionit, u dashuru, u da. Tash edhe më qëra, përshë që sa vrasja pa batë. Këtë për që ty një dashurije, sa ka batë. Edhe kalzam, a keni bo darsëm jo në atë kohë? Po, darsëm kemi ba me të pana. Kemi mbledh mesa, hala, daja, bia, teze, vallajen konë shumë të shëheqme. Tash pa bon darsëm, pa shkojmë banket, në fush. I bojsh fushës shëhet, sa i shëheti tash. Mas të ufësira dhe që akademia që bon, as ka daj, as ka tez, as ka kush. A keni pas mëzafir shumë në atë kohë? Boll, Qysh i keni prit? vallahi kemi prit betë. Jo kum pas vllavi jemi madhe, ten 12 njantës që shkojshin Gjakovën për zërin, atë trupojshin aty, nuk e këthej këtë sofrën. Te kur vinshin mësafirt. Ka pas vinke gjimoja, aj belim paj qit 4 gjibima qaj, e mi prit 10-15 vetë, e mi udhën buk kur se ka gjenë. Shumë mësafirt, shumë i ka pas dashtë, shumë ako njëri minjera. Me të pas vetë ty mu martu në atë kohë në mosh 3, a ishe martu? Po tash, ku të thojshin tonë, mu martu, hajtë, pa t'jep njona, baba me dëshirë. Pe livdojnë venin, burrin mirë, që shto. A të pëlqej burit? E po, tash ka dhe njona baba, po. Edhe qysh kena ato ditë e para të martesës për ty? Po, mirë, njëse, me bëhoj zmet, mu quhet, me fshinj. A ke ditë me gatu? Me gato s'kom ditë për mësu. Kur t'ka mësu? Ju mësu këtë burri ku ju marrë. Të burri, a? Pa, ku njata, se ne atë reja ishëm atë, dilëshëm fush, milëshëm pësull shumë, se dilë kërë me gato. Qezin pak me ba. Ku e dhe këto mësova, që shumë mësoj kjo ku njata, mësova, ta një ullë që bukë, këta një mësova. Qka ke punu me pundore? Vek më rejshëm, vek qarapa majtë kuqe. Kur të mësaj ke? Njona shëgjazës. Nona? Po. Edhe kalzom, a ma mirë në atë kohë që kanë gjitë me mësit, ata shvetë? Ja, me mësejt maminja. Pse? Pse qëtësi, s'ki pas fjellë. Jo dashta, jo ndava, jo s'po më pelqen, jo. Edhe qysh du të me rujt një martes për me kalu një qëftë mirë me zveti? Po duhet me ka njëri pranti, qetë, me kalu jetën e mire. Se jo, tash, me ta thani fjellën pak sejnë t'je pëshosh të reta, që që mos gëzush me folë. A ke pas ditën e kanës? Po, Kanaxhexhin? Kanaxhexhit. Mlidh shumë bija kajt. Njata Kanaxhexhit të ngjitëshin kanën, ka shumë shamin kuqe. A e kina i kanë jashtë? Po, 3 djemi ka. 3 djemë? Po. A shkanë me vizitu? Po. Edhe? A të pëlqen atje veni me... Valaj më pëlqen, po jo venë jem për më pëlqen ma minja. Pse? Pse që tu imi lindë edhe imi rre që bollë e Kosovën e kalli bani shkëm, po kur të dypi një aeroport më doket që pa dhe ku i marrë. Aja pa ti gjerë që njerëz, ti ta shetë që qështu soni as mirë, ditë as mirë, më mas shohi shtëminja, shohi kur gja. Shteti huj. Qka bëjsh atje? Që ka lesh i ditë? Mirë, më janë qa njësët më shetit që me kërë djemt. Mirë, ama më qku njësët punë pa të rinë banesët. E këtë qka së të pëlqen, qa kështë dash me ndryshu? E po tash, mo i kom bo vjetë tash parë, njësë ja për në reqë punë, bak gatu, lënë pëjtë ka sene, tash maqinja ta këdhe vetë lënë. Tash me pulla i, që ka mirë, atëherë me kimi lë, ka 6 javë korshin, u boshin e të teshe që më parë. A ke menu sa e ka në ere me jetu jashtë? Jo, valla. Burën e kum pas në Austrija një matë më të Kosovë për javë. Tani me urdzu ku një atë pi traktorët e le dhe burë, tani butsien. Po. E burin a e ke pas në ushtri? Po, atëherë Sa e më? kam. 3 vjetë ndo këta kanë. A e ke pa qatë Kosovë ka në ushtri? Po, fotografit ja kum pas, a kështë, jo, ku jo vjerë ta njëmë se fotografit, sa kështë pasar për ushtërije. A të merë ke mali për ta? Aj, atëherë ke mali. Po, që si kajtë, e vej një qikë, që është jeta.
Atë që të jetë, ako të vike marrë, të vike. E pse u kanë që kjo marrë? Marrja u marrë shumë pitë madhit, i respektoj shumë të mdhajt, respektoj shumë bijet, meset, u gëzo shumë që vinishin, që ka një tupë që hetë, folë, kesh, mazdake. A ditë që me burrin, sa jeni konë të martu mu atëherë në fillim? Pa, ma i punjoj ke. Qka ka punu burrin? Ka punjoj buqësien, tokë shumë, mjëllë, ka la mbaq vnesh kemi pas, mjëllë baston, që si, atëherë. A vishin musafir sa e ka nusit në fillim me të pa ty si nusit? Po, Qka ke vinishin. vesh? Dimi, këmish, mitan. Atëherë, sa kod vesha, bashkë është, se qëtash. Qka të kam blej? Sham kanë bleja? Po. Kanë bleja shto dimi të filjojt, da sajna. A të kam pëlqy? Po ta një zbrishin ma shumë, ma të pëlqive, më kanë pëlqy, ja, po, më kanë pëlqy. A kina i mesazh për rinin? Qa ju kështë thonë? Po i përit shumë, a u mërzit, ju që shumë kafe, qaj, që shumë pe me hangë, Sara, sasën e tëra kënë ma shëhet, si që tash kush përdojnë, Mustafi, tash jenë bo shpitër, mëse prek që ata. Tash përshka u për zonën, tash të spidojnë të minjën, i pasë kush të minjën e vetë pidojnë. Po. Që? Faleminderit shumë. Jo. U ngrit nga dalë, me atë ecjen e një gruaje që ka kaluar përmes zjarit e akullit dhe sërish ka zgjedhur të ecë. Dhe kur iku, në ajër mbeti diçka, një lloj heshtje e rand, por dhe një dëshmi e gjallë që jeta sadomizore që është nuk e shuajti dot dritën e brendshme të një gruaje që nuk pushoi se që një njeri. Ishte martuar shumë e re, kur ende mbante lodrat në përduar dhe papritur ju deshti ndërante me duart e ndotura të punëve të shtëpisë me heshtjen, urdhërat, detyrimin për të buzëqeshur, kur brenda shpërthente. Martesa me mësit nuk i dha kohë të ndronte.